Vetëm problem e kemi, do të thotë që me lidhjen demokratike është paradoksal, me thënë të drejtën kur e analizon deri në fund, pozicionimi i tyre që thotë se me vetëvendosjen është e pamundshme, kurse ekuacioni 2, kur i shtuhet kësaj dhe PDK-ja, bëhet shumë mirë. Do më qëto s'po mëj me konceptu dhe qka i bjen kjo. LDK plus vetëvendosje e barabart me keq. LDK plus VV plus PDK, super. Shumë mirë edhe adem. Për menimin tem, ekuacion ma i mirë do të ishte VV plus LDK. Pa të tjerat. Pa të tjerat, sepse me thonë të drejten, ne kemi nevoj për një opozit. Edhe sa ma e fort, ma e mirë. A është që kjo principi kryesor i demokracisë. Mos në lash zoti pa opozit. Ja zbën hesh. A është kërkes implicite e juja me përfshi PDK në pushtet me çdo kusht, me që dorën zamër vetëvendosja ju ka ftu për koalicion, edhe s'keni pranu, apo është ka e thjeshton pak si shumë glau kështu? Lartë. Këto janë ba dhe psikologë të mirë. Veçanti e njojnë mirë psikologjin e masës. Bo është kur ki vakt, e ka punën i sjeni, së s'ka kuvend. Edhe e din shumë mirë si reagojnë qytetarët nëse ti e ngrit një konspiracion apo një teori për ndër një subjekte caktuar. Këto e ngrit në atë narracion se të keqën 20 vite PDK, LDK, parti tjera, përveç vetëvedoses, jenë fajtorët kryesor... Përveç ju ma pak keni buke, që ata pak ma shumë. Edhe tani mundohen me e kthy në kujtes të qytetarve. Se ja, LDK-a prap po donë me ba, apo po e merë me veti, PDK-n, shikun, krimin organizume, e tjera, tjera. Do thotë e ngrisin një narracion i cili më të vërtet në këtë situatë fare s'ka kuptim. Thjesht mundohen me shti lidhjen demokratike të Kosovës në një pozicion që mundje keq. Por në fakt kërkesa, oferta, ideja e jonë nëse materializot, do t'ishte diçka ma ideale që mundet me ofru për të momente. Do thotë, ne nuk përjashtojmë askënd. Ne japim mundësi çdo kujt. Ne trajtojmë të gjitha partit politike me ato performanca që i kanë edhe me perspektiven që munden me ofru. Tani mundem edhe me hapë disa tema që Glauku do duhej pastaj me dhanë përgjigje. Po gjithë e dim pse është kriju vetëvendosja, nga kush është kriju. Jo që unë nuk e di. Jo, e din fort mirë. Për cilat arsye është kriju, cilat kanë qenë kalkulimet, cilat parti politike do duhej me dopsu, edhe si vetëvendosja, kur janë forcohi, kanë ba, do të thotë, fondet e veta, kanë kapacitetet e veta, thjesht janë shkëput... Kushe ka themeluas, janë 7 themeluas? Personalitetet e PDK-s. Do thotë, këto janë derivat i Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe nëse kanë afërsi, nëse ka genetik në tek partit politike, do të thotë gjeneza atyre është... PDK-ja. Është PDK-ja, do thotë atyre kanë burimin e tjera. Tani me ndërtu një teori se ekziston afërsia e lidhjes demokratike të Kosovës, kur ne në skenën politike si kundërshtarët kryesor, apo oponentës, partijake, politike, e kemi konsideru PDK-n edhe me shit tek qytetarët se ekziston një afërsi, ekziston një kimi, ekziston një interes tjetër përveç atyre shtetëror, është me të vërtet e papranueshme. Në anën tjetër,